Mirë se erdhët të dashur miq, motra dhe vëllezër, në temën e radhës nga lajmi i tre angjëjve, është pjesa e 18, Three Angel Message nga pastor Stefan Born. Pra e kemi tani angjëllin e tretë, dhe tema është durimi i shejtorëve, pra apo durimi besimtarëve, cili është ai durimi besimtarëve? Dhe apo anglisht The Passion of Saints. Dhe tani pa humbur kohë, me qenë se tema është mjaft voluminoze, pra ftojmë prezencën e Zotit dhe lutemi, pra duke ju përshëndetur kështu edhe live, edhe ju lutem kudo që jeni, për ulim kokën dhe lutemi bashkë. O Zoti ma gjithëpërshtetshëm, faleminderit për fjalën tënde, faleminderit për Biblen, faleminderit për të gjitha librat, edhe sidomos për zbulesën dhe lajmin e tre angjëjve që është porosia e fundit para adventit të shumëpritur. Na udhëhequ Zot drejto, bekoj ata që do ta e përcjellin tani, por edhe më vonë për këtë temë shumë aktuale, e cila është dhe domosdoshme, cili është durimi i shejtorëve, ata që mbajnë urdhërimet e Zotit, urdhërimet e tua dhe kanë besimin e Jezusit. Dorëzohem dur tua, ti o Zot udhëhequ, Zot drejto, beko, dhe ti o Zot predikos, ne jemi vetëm fëmijë shpëtotë tu. Dera lavdia takon ty, në emën të Atit, Birit, Frymës së Shajt, për gjithmonë. Amen. Pra ju përshëndes kështu nga ky momenti live, dhe shkojmë me temën e radhës, pra e cila është tema 18, durimi i shejtorëve, apo The Passion of Saints. Dhe pas i bërëm lutjen, shkojmë të zbulesa 15 vargu 2 dhe 3, i cili thotë, dhe pash diçka si një det qelçi të përzier me zjarë, dhe ata që kishin fitoren mbi bishën, mbi shëmbëltyrën e saj dhe mbi damkën e saj dhe mbi numrin e emrit të saj, duke qëndruar mbi detin e qelçit dhe duke pasur harpat e Perëndis. Kush janë ata vërtet që do të hyjnë në qytetin e ri, Jerusalemin e ri, ku do të jetë personalisht, fizikisht Jezusi, liçeni ky druri i jetës dhe lumi i jetës. Kush janë ata që kanë korr fitoren mbi bishën dhe nuk e kanë marrë damkën, po e kanë marrë vulën e Zotit, e kemi shpjeguar edhe më herët, tani do shkojmë për më tutje. Këto vargje parashkruajnë brezin e fundit të shejtorëve apo besimtarëve. Biblia shejtorët, besimtarët e vërtetë të Zotit i quan shejtor, që do të jenë gjallë kur ai vjen, që do të fitojnë fitoren mbi bishën, shëmbëltyrën, damkën dhe numrin e saj, si fituan ata. Shprehja durimi i shejtorëve apo besimtarëve gjendet menjëherë para përshkrimit të provës së popullit të Perëndis, dërsa përballen me bishën, shëmbëltyrën e saj dhe damkën e saj. Çfarë thot zbulesa 13? Ai që çon në robëri do të shkojë në robëri. Ai që vret me shpatë duhet të vritet me shpatë. Këtu është durimi dhe besimi i shejtorëve apo i besimtarëve. Durimi dhe besimi i shejtorëve. Shprehja durimi i shejtorëve gjendet gjithashtu menjëherë pas përmendjes së bishës, shëmbëtyrës dhe damkës së saj. Këtu është durimi i shejtorëve, këtu janë ata që zbatojnë urdhërimet e Perëndis dhe besimin e Jezusit. Kjo është karakteristikë e besimtarëve të Zotit. Kush janë? Cila është? Pra, i zbatojnë urdhërimet të gjitha vjet, nuk thuan, nuk mësojnë ligji i Zotit të shkëput. Jezusi e ka shkëput në kryq, që janë teori të shpeshta që do t'i dëgjoni mandje shumë pastor, dhe ne shpëtohemi me mëshirë, nuk ka lidhje ligji, fundja mund të bësh çka të duash, si të duash, kryesore ta beson Jezusin. Po natyrisht që besimi i cili nuk shihet me vepra
është pyetje se a është besim. Pra, lufta e madhe kundër 10 urdhërimeve, e cila ka qenë dhe vazhdon dhe do të shumohet edhe më tepër, sidomos sa i përket urdhërës së 4. Refuzimi i termeve. Së pari duam të përcaktojmë se çfarë nënkuptohet me fjalë durim apo passion apo durim. Në Bibël është fjala greke e cila është hupotome, që do të thotë të ngulmosh. Durim do të thosh të ngulmosh, të qëndrosh aty me çdo kusht, të durosh, të jesh i palëkundur, është një këmbgulje e pavarur, e palëkundur dhe sfiduese përballë fatkesive agresive. Ky është shpjegimi i fjalës durim. Fjala lidhet shumë shpesh me fjalën besim. Durim apo besim, që është e njëjta gjë. Më pas, duam të zbulojmë se çfarë nënkupton me fjalën shejtor. Kush janë ata shejtor? Ju e dini se praktika e njerëzve thotë që ky është ai i cili shpallet nga një institucion fetar, ai do të jetë i shejt, por ja se çfarë thot Bibla. Në kontekstin e Danielit dhe zbulesës, shejtor janë populli besnik i Perëndis që ka doruar përsekutimin nga briri i vogël, bisha dhe prostituta. Siç thotë Danieli 7, 21, 25, zbulesa 13, 17, 16, 17, 6, 18, 24. Të gjitha këto vargje na përgjigjin pra në këtë pyetje. Dhe te Danieli 7, 21, 22, thot Danieli, une shikoja dhe i njëjti briri vogël, po luftonte kundër shejtorëve dhe po fitonte kundër tyre. Pra, briri vogël luftonte, kjo është libri që është shkruar 600 vjet para erës sonë. Ju kujtohet te Danieli, kapitulli 2 dhe kapitulli 7 është ajo truporja, e cila është paralele me kapitullin 7 ku janë bishat. Dhe bisha e fundit, pas Ariut, pas Luanit, Ariut, kemi në fund bishën e cila është ndryshe nga të tjerët, e cila ka 7 koka, 7 kurora, dhe hante derte shumë gjatë. Në mes tyre pra u rit briri vogël, i cili përzekutonte shejtorët, si që thos zbulesa 13 është kjo paralele, pra Danieli 7, Danieli 2 dhe Danieli 7 është vazhdim në tek zbulesa 13, kurse vargu 7 thot, ati ju dha bririt të vogël, bishës e cila doli nga deti, të bënte luftë kundër shejtorëve dhe ti mundte ata. Ju e dini se vërtet është perandoria romake, saktësisht papati i Romes, kurse zbulesa 17:6 thot, e pash gruan të dehur nga gjaku i shejtorëve dhe nga gjaku i martirëve të Jezusit. Dhe kur e pash u çudita me një habi të madhe. Pra, e njëjta fuqi, super fuqi nga Danieli 2, Danieli 7, dhe tani zbulesa 13, ma dhe zbulesa 17 vazhdon duke shpjegu dhe duke na tregu se kush është vërtet ajo bish e cila doli dhe e ka kupen të e verën e kupes të mushur me plot neveri, me neveri. Ja, të gjitha simbole që i shpjegon Biblia shumë bukur dhe i kemi shpjegu të gjitha gjën me tani. Shejtorët duhet të identifikohen si gruaja e zbulesës 12. Gruaja e zbulesës 12 është gruaja e cila është e pastër dhe ka kuroren me 12 yje dhe fustanin e bardhë që është kisha e Zotit. Ndërsa në Danielin 7:25 dhe zbulesën 13:5, shejtorët përndiqen nga bisha ose nga briri i vogël, bisha dhe cila del nga uji dhe briri i vogël është e njëjta, superfuqi për 1260 vjet apo 42 muaj. Në zbulesën 12:6 është gruaja që përndiqet nga dragoi, nga gjarpëri që është shejtani, për të njëjtën periudhë. Kështu shejtorët janë të njëjtën me gruan
kisha besnike e Jezu Krishtit. Pra, shejtorët janë besimtarët e Jezusit, të cilin janë besnik edhe kanë besimin e Jezusit, ja gruaja 12, përkundrejt asaj gruaja në kapitullin 17, që është lavire dhe ka gotën me plot neveri. Kjo është gruaja e pastër, e ndershme, besnike, e cila është kisha e Zotit. Ka kuroren me 12 yje, pra 12 apostuj dhe 12 profet në dhjatën e vjetër dhe fustan e bardhë drejtësisë së Jezusit. Përkundrejt asaj lavires e cila është kapitullin 17 e ulur mbi bishën, dhe ku del edhe briri vogël dhe ka kupen me plot neverit me cilin i dehi të gjithë kombet. Durimi i shejtorëve duhet të kuptohet në kontekstin e sprovës që do të vuaj kisha kur bisha e tokës të ngrej një shëmbëltyr të bishës së parë dhe të zbatoj me dënim e vdekje dëmken e bishës. Pastor Borni thot, Pastor Borni ta shohim edhe një herë, besoj që tani më e kemi mbajtur në mend apo jo. Unë besoj se mënyra më e mirë për ta kuptuar shprehjen është të shkojmë në shëmbëltyra e Jezusit për vejushen këmbgulëse që gjendet tek Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 18 vargu 1 deri në 8. Çfarë thot ato? Aty. Dy mësimet e shëmbëltyrës, e cila mesazhi, porosia, domethënia është që të mos dorëzohemi, ashtu sikur kjo e veja nuk e dorëzu. Çfarë thot? Lexojmë bashkë tek Luka 18 vargu 1. Pastaj u tha atyre një shëmbëtyr që njerëzit duhet të luten gjithmonë pa u lodhur dhe pa dorëhequr. Aty në shëmbëtyre kemi gjykatësin. Paralele me këto, gjykatësi është Zoti. Dhe ju e dini kjo pamja e bukur dhe mrekullueshme, e cila ku gjyqtari do t'jetë pra Jezusi edhe avokati jon, dhe ata që e pranojnë Jezusit të Bibla as nuk dalin në gjyq, po nga vdekja kanë kalu në jetë. Dhe vazhdoj me shëmbëtyrën e Jezusit e cila thot kështu. Në një qytet ishte një gjykatës që nuk ishte frikë nga Perëndia dhe as nuk respektonte njeriun. Pra, gjykatësi i pa drejt. Edhe çfarë thot te Luka 18:7, gjykatësi në shëmbëtyrën përfaqëson Perëndin, por krahasimi midis Perëndisë dhe gjykatësit është në formë kontrasti. Luka 18 vazhdon shëmbëltyra, thot se si gjykatësi ashtu edhe Perëndia vonoi dhënien e drejtësisë, por në fund të dy marrin hak për të nënshtruarin. Pra, edhe neve nga njëherë na doket që Zoti vonon, kështu do t'jetë edhe në kohën e fundit, kur bisha do të ngritet që të përzekutoj pra ata që nuk i bindin asaj, duke mbajt dom, duke dashur që ta ju jep domkën e saj përkundrejt vulës së Zotit. Kush është Eveja në këtë shëmbëtyr? Luka 18:3, në atë qytet ishte një Eve. Gruaja përfason kishën, por kjo nuk është kisha në rrethana të zakonshme, që është kisha plotësisht e privuar nga çdo mbështetje toksore. Tani kjo është të në momentet e fundit para ardhjes së Zotit, dhe Biblia na thot që duhet të kemi provim apo të kemi durim dhe me durim e fitojmë shpëtimin. Në librin e zbulesës gruaja përdoret si simbol i kishës që përzekutohet nga dragoi, siç e kemi te zbulesa 12, 1, vargu 6, vargu 13 dhe 14. Ju kujtohet bisha për 1260 ditë apo dominimi i papatit të Romes, i cili u themelu nga viti 538 dhe që të plotësohen këto 1260 ditë
vindejt e vitin 1798, ku ju dha në mënyrë figurative plaga vdekje pruese bishës. Kjo nuk është një grua, kthehemi shëmbëltyrës, ju lutem, asaj që Jezusi na e tregoi. Dhe flasim për këtë grunë e ve, dhe kjo nuk është një grua e zakonshme, ajo është një ve e privuar nga çdo mbështetje njerëzore. Ajo është pastruar nga kundërshtari i saj dhe shpresa e saj vetme kundër tij qëndron në ndërhyrjen e gjykatësit. Ashtu si që Zoti ka ndihmu kishën, e cila ka qenë e përndjekur nga Roma, nga papati i Romes, dhe ka emigru në shtetin e ri në Amerikë, pra në shekullin 17-18, kështu mënyrë figurative Biblia thot që toka e ndihmoi gruan, e ndihmoi kishën. Tani në kohën e fundit kjo e ve, sipas shëmbëtyrës së Jezusit, pra nuk do të ka mbështetje njerëzore, por e vetmja mbështetje e saj është gjykatësi. Pra, shejtorët e Zotit, besimtarët e tij, duhet të mbështetemi vetëm te Jezusi, te asnjë institucion, organizat, kish, bashkësi e kështu me radhë njerëzore. Kurse si, po vetëm te Jezusi. Në bazë të sipas vetë shëmbëltyrës te Luka 18:7, e veja, pra do me thënë që përfaqëson kishën, përfaqëson të zgjedhërit e Perëndis ose shejtorët, që i bërtasin atij ditë e natë për drejtësi kundërshtarit. Pra, në një vend tjetër, Biblia i quajnë të ashtu quajtur mundimet e Jakobit, i cili ka pas, a do ta pranon vllau apo jo, apo do t'ja kthen borxhin që e ka mashtru qysh moti dikur para shumë vitesh së bashku me nënën që do të vim edhe pak edhe të kjo situatë. Si duhet studiuesit që e kanë studiuar këtë shëmbëtyr, bien dakord se burri i vejushës ka shumë të ngjara t'i detyrohet një shumë të madhe parash një kreditori të caktuar. Pas vdekjes së tij, kreditori i mori të gjitha pasuritë dhe e la vejushën plotësisht të varfër. Ajo nuk ishte fëmijë, as shtëpi, as para, as miq, ajo ishte e vetme e braktisur. Pra, është ajo që ne nuk duhet të na doj asgjë nga Zoti. As Apostol Pauli thot as përndjekjet, as pasuria, as jeta, as kjo, as e ardhmja, as kush dhe as gjë të mos jetë më i rëndësishëm se Jezusi shpëtimtari ynë. Dhe çfarë ndodh? Këmbgulja e vejushës është ajo që e bën ndryshimin. Edhe pse? Luka 18:3 thot dhe ajo erdhi, vazhdoi të vinte, erdhi një herë, edhe gjyqtari nuk dëshiroi t'ia plotësoj kërkesën, dytën, tretën dhe pas dhe kështu vazhdimisht. Vinte tek gjyqtari, duke thënë më merr të drejten nga kundërshtari im, duke i thënë gjyqtarit, ka mundësi të më mbrosh, nuk kam bë asnjë lloj faji, por tjerë kundërshtari im më përzekuton dhe më përndjek. Folja erdhi, këtu përkthehet më së miri si në shumicën e versioneve moderne, vazhdoi të vinte ose vazhdoi të vinte. Ajo erdhi dhe erdhi prap të gjyqtari edhe prap edhe sot edhe nesër, pas një jave, pas nuk e di, pas një kohë dhe kuptimi i foljes shihet në vargun 5, ku gjyqtari thot, unë do të marr hak për të, që të mos të më lodh me ardhjen e saj të vazhdueshme, jo ky gjykatësi pa drejt, por me qenë se ajo vazhdon të vjen përsëri, do të më lodh, do të ma bjen shpirtin fyt që thot populli jon, dhe unë do ta përfundoj këtë rast, do ta marr gjykimin, do ta mbroj, jo që dua ta mbroj, por vetëm që të mos më mërzit. E veja nuk erdhi vetëm një herë dhe pastaj u dorëzua.
ajo kishte një këmbgulje të pavarur, kjo është ajo që e shpjeguam pak më herët, durimi i shejtorëve, kjo është fjala durim. Këmbgulje pa lëkundshmëri përballë sfides dhe fatkeqësive agresive, siç e tham që është definicioni. Kundërshtari që është fjala antidikon, kundërshtari ose armiku në shëmbëltyren përfason satanajin, shejtanin, djallin, dreqin. Këtu është një fotografi, e fotografojnë ndryshëm, për shembull kur Jezusi agjeroi 40 ditë dhe 40 net, erdhi Satana dhe i tha, shndroj këto bukë në këto gur në bukë, sepse je i uritur nuk je ngrënë 40 ditë. Dhe çfarë Jezusi tha? Jo. Jezusi mbrot, thot jo. Nuk jeton njeriu nga buka apo nga çdo fjalë që del nga goja e Zotit. Pra, e njëjta gjë, kjo e vej, i kthehemi shëmbëltyres, pra, e cila për shkak këmbguljes, për shkak pa lëkundur dhe e vendosur përballë fatkeqësisë që i ka ra, ajo nuk dorheq. Para Pjetrit kapitulli 5 vargu 8, jini të matur, rini vigjilent, apo rini zgjuar, thot një përkthim tjetër, apo vigjilent, sepse kundërshtari juaj, i cili është antidikon, apo djalli, apo dreqi, shajtani, si do që e përdorni, si do qoftë, endet si një luan që vërbëllon duke kërkuar se cilin mund ta përpi. Këto bën anmiku, ai nuk bën asgjë tjetër përveç e shqyton çdo mundësi të na shkatroj, por ne duhet të jemi vigjilent apo të zgjuar. Dhe çfarë ndodh nëse vonohet? Vonesa ndodhi edhe në shëmbëltyren e gruas për cilën jemi duke folur tani. Luka 18:4-5 thot, por ai nuk deshi për një farë kohe, por më pas tha në vete, edhe pse nuk kam frikë nga Perëndia, është gjykat si pa drejt, dhe as nuk respektoj njeri, megjithatë, për shkak se kjo e ve më shqetëson, do të marr hak për të, që të mos më lodh me ardhen e saj të vazhdueshme. Kjo është logjika e gjyktarit të pa drejt, por sa ma tepër do të na mbrojë neve në momentet e sfides që janë para nesh, shpëtimtari ynë i dashur, para adventit të shumë pritur. Gjykatësi vonoi në përgjigjen e lutjeve të sëves, ai nuk i përgjigje me njëherë ditën e parë kur ajo erdhi. Na thuhet se ai nuk deshi për një farë kohe, po kështu Perëndia do të vonoj me përgjigjen e lutjeve të zgjedhurve të tij gjatë kohës së të lashëve, kohës së vështësive, apo kohë të vështësive, apo si anglisht, pardon, si është ajo, jo traveling, por trouble, okay, ashtu. Zbulesa 18:7 thot, a nuk do të hakmerret Perëndia për të zgjedhurit e tij që i bërtasin ditë e natë ndonë se ai duron me ta? Përkundrejt gjyqtarit të keq, të pa drejt, që nuk e ka frikë Zotin, as nuk ka turp nga njerëzit. Perëndia i cili është i drejt, nuk do t'i mbroj të gjithë ata që e besojnë, e duan, që kanë mbështetjen e dashurin, mëshirën, mirësinë, karakterin e tij. Shprehja edhe pse ai duroi me ta, pra përkthehet në mënyrë të ndryshme. Zoti bashkëndjen me ne në vështësitë tona. Versioni i ri ndërkombëtar i përkthimit të këtij vargu thot, a do t'i shtyj vazhdimisht, Biblia e Jerusalemit e ka këtë, edhe kur ai vonon, ti ndihmoje atë. Përkthimi vohmor thot, edhe pse ai vonon hakmarrjen në emër të tyre. Këto janë disa nga përkthimet e ndryshme.
Është e qartë se Perëndia do ta vonoj çlirimin e popullit të tij. Megjithatë, kontrasti midis Perëndisë dhe gjykatësit jo të drejtë është i qartë. Ndërsa gjykatësi vonon në kapriçllok zëtetit t'i përgjigjet vejushës, por në fund i jep asaj atë që kërkon për ta larguar nga shtëpia e tij. Perëndia vonon t'i përgjigjet të zgjedhurve të tij sepse ai i do ata. Pse? A i pëlqen Zotit ne të vuajmë? Jo. Është një arsye tjetër që do ta shpjegojmë tani. Luka 18:6 thot, atëherë Zoti tha, dëgjoni çfarë tha gjykatësi pa drejt. A e keni idenë se çfarë tha? A nuk do t'i hakmerret Perëndia, pra gjykatësi drejt, kundër kundërshtarit, kundër anmikut të zgjedhurve të tij, vejushës, pra kishës së tij, besimtarëve të tij, shejtorëve që i quan në këtë rast, që i bërtasin ditë e natë, ndonë se ai duron vonesën për ta. Unë po ju them se ai do të marrë hakun shpejt. Megjithatë, kur të vijë biri i njeriut, a do të gjejë vërtet besim? Lloji besimit që kishte Eveja mbi tokë. Pra, ky është ai besimi që është i pranueshëm para Zotit, sikur kjo Eve, këmbgulës, është i palëkundur dhe nuk mohon, nuk lodhet me thonë jo, unë po lutna që një ditë, 2, 3, një javë, një muj, një vjet për diçka dhe nuk po ndodh, me thonë nuk do në Zoti me aplësu, nuk du mu lut. Jo, po kam gulësia, pra është ajo, cila si e ndryshim. Korniza kohore, pyetja, për cilën kohë të veçantë në historinë njerëzore zbatohet kjo shëmbëltyr? Konteksti paraprak, cili është? Luka 17:26-37 flet për ardhjen e dytë të Jezusit, për adventin. Konteksti pasues të Luka 18, ardhja e dytë është pra e njëjta, se shpërblimin do e kemi në ardhjen e dytë të Jezusit. Kemi parë se gjykatësit përfasojnë Perëndin, kundërshtari përfason Satanajin, djallin dreqit, Eveja simbolizon kishën, besimtarët në vështësi të mëdha dhe vonesa përfason kohën e Perëndis, i cili vonon në përgjigjen e lutjeve të popullit të tij. Zbatimi i veçantë i kohës së fundit. Si këtë shëmbëltyr mund ta zbatojmë në ngjarjet që janë para nesh? Krishti përshkruan të zgjedhurit si të gjallë, veçanërisht në mes të kohës së fundit të të lashëve, kohës së trouble, kohës së vështësive, kur do të përsekutohen dhe duhet të ikin dhe të lënë gjithçka pas. Me qenë se bisha e ka damkën e saj, dhe ata që nuk duan ta marrin, pra, e kemi shpjegu më herët, ju lutem, shikoni videot para prak, janë të gjitha shpjegimet, cila është kush o bisha dhe shka vula damkës, damka dhe çfarë është vula e Zotit. Ata që presin të shkojnë në qiell në një rrëmbim, që është teori shumë e përhapur, para shtrëngimit do të gjejnë veten në mes të shtrëngimit pa besim të nevojshëm për të bërë ballë humbjes së gjithçkaje. Ne duhet të mësojmë të lutemi dhe të besojmë Perëndis tani në kohët e lehta. Jeremia thot, nëse jemi lodhur me kamsor, si do të vrapojmë me kalors. Dhe kjo teori pra nuk ka mbështetje biblike. Mateu 24, 22, 24 thot, dhe nëse ato ditë, koha e fundit e të lashëve dhe shtrëngimi nuk do të shkurtoheshin, asnjë mish nuk do të shpëtohej. Por për hir të të zgjedhurve, ato ditë do të shkurtohen. Sepse do të dalin krishtë të rem dhe profetë të rem, dhe do të tregojnë shenja dhe mrekullit të mëdha, aq sa nëse do ishte e mundur, do të mashtroj edhe të zgjedhurit. Po vjen një kohë të lashë, një kohë vështësish, një kohë sfidash për besimtarët e Zotit. Aq e madhe sa që
as imagjinata më pjellore nuk mund ta kuptoj, Jezusi foli për këtë kohë. Eveja. Kush është eveja? Kush sipas parabolës që na ka thënë Jezusi? Të zgjedhurit përfaqësojnë 144.000 shejtorë të gjallë që do të kalojnë me fitore në për këtë mundim. Ata do të përballen me këmbgulje, të palëkundur me bishën dhe shëmbëltyrën e saj dhe do të refuzojnë shenjen edhe me dënim me vdekje. Kundështari. Kundështari përfaqëson armikun satanajin, i cili do të zhvesh plotësisht popullin e Perëndis nga çdo mbështetje njerëzore. Në këtë mënyrë Perëndia do të shkëpus popullin e tij nga gjithçka që e lidh ata me planetin Tokë. Pra, kush janë këta shejtorët? Janë ata njerëz të cilët Perëndin e kanë më të vlefshëm, më të rëndësishëm në jetën se çdo gjë, madje se familjen, se burrin, gruan, vllaun, motrën, djalin, vajzën, punën, shtëpinë, pasurinë, veturën, nuk e di, çdo gjë çka posedojmë në këtë botë. A është ajo urdhëra parë që thot, unë jam Zoti yt dhe mos kesh askënd para meje. Sepse fundja të gjitha ato na ka jep Zoti dhe na jep Zoti dhe ne e falenderojmë, por tani kur është koha e provimit të fundit, si vujtjet para lindjes, duke bërditur, pra, shtazania 9 muaj, mandej vinë dhimt, edhe ato të prerat, të qarat e dhimtës, e kur lind fëmia të gjitha i harrojmë. Shprehja bërtas, në shëmbëltyrën përkthehen fjalën greke boao, që është një fjalë shumë intensive që përshkruan një person që vërtet në agoni dhe ankth. Dhe ju e dini që kjo veç ma ka ndodhë dhe nuk është asgjë e diçka e re. Pyetja, a ju plotësua lutja e Jezusit në agoni në kryq? Kur tha te Mateu 27:46, Perëndia im, pse më ke braktisur? Pra, kjo lutje nuk ju plotësua Jezusit. Jo që Zoti nuk donte, patjetër që po, por Jezusi e piu kupen të cilën ne e kemi meritu. Vonesa. Populli i Perëndis nuk do të çlirohet me njëherë. Ata do të kalojnë në përkohët e të lashëve dhe do të ndihen të braktisur nga Perëndia. Megjithatë, ata do të vazhdojnë të kapen pas tij me një besim të palëkundur. Kjo do të jetë përvoja e Gesimanit për popullin e Perëndis. Ashtu si që Jezusi ka, nëse është e mundur kjo gotë të më te kalon, por jo si dua une, por si don ti. Këto janë vujtjet e përvoja e Gesimanis. Do të jetë gjithashtu kalvari tyre. Ata do të ndihen të braktisur nga Zoti, do t'ja besojnë vetin atij. Kjo periudhë vonese gjatë derdhjes të mëshme, të zemrimit të Perëndis, përshkruhet te Isaia 54:7-8. Për një qas të kam braktisur, Isaia 54:7-8. Por në me mëshirë të mëdha do të mbledh. Me një zemrim të vogël e fshej aftyrën time nga ti për një qast, por me një mirësi të përjashme do të kem mëshirë për ty, thot Zoti shërbyesi yt. Kjo do të jetë edhe përvoja në kohën e fundit. Shembuj nga Dhjata e Vjetër. Cila është përvoja e Jakobit, e përmende pak më herët. Historia gjendet tek Zanafila 32. Vllai i Jakobit, vllai i tij, i cili është Antidikoni, po vinte me 400 burra të armatosur për të shkatruar Jakobin. Kjo ishte problemi.
Problemi se Jakobi dhe familja e tij ishin krejtësisht të pambrojtur, pra ishte një burr me gru dhe fëmijë, me saksisht me 2 apo 3 grosa i ka pas. Dhe Jakobi kishte frikë se vëllai i tij do ta shkatronte atë dhe familjen e tij. Pra ishin mundimet e Jakobit të ashtu të njohura. Dhe çfarë ndodhi? Lexojmë te Zanafilla Genesis 32, 34, 24 deri 31. Edhe thot kështu: Atëherë Jakobi mbeti vetëm, dhe ja një burr luftoi me të deri në agim. Kur pa se nuk mundi ta mposhte, i preku zgavrën e ijes, dhe zgavra e ijes e Jakobit u shkëput, ndërsa ai lufton, ndërsa me të, ai luftonte me të. Dhe ai tha, lerëm të shkoj, sepse po agon. Por ai tha, nuk do të lë të shkosh nëse nuk më bekon ti. Atëherë ai tha, cili është emri yt? Dhe cili ka qenë problemi tjetër? Ai u përgjigj, vazhdojmë me vargu, me leximin e vargut. Jakob, vargu 28. Dhe ai tha, emri yt nuk do të quhet më Jakob, por Izrael, sepse ti ke luftuar me Perëndin edhe me njerëzit dhe ke fituar. Kjo është fitoria, durimi, kamgullja, besimi i shejtorëve. Atëherë Jakobi pyeti, të lutem, më trego emrin tënd. Dhe tha, pse pyet për emrin tim? Dhe e bekoi atje. Kështu Jakobi e quajti vendin Paniel, sepse pash Perëndin ball për ball dhe jeta ime urojt. Jeta ime urojt. Disa përkthim tjetër thuan jeta ime u fal. Pra, ky ishte Jakobi, vetëm Jakobi ja derdhi zemrën Perëndis në lutje, ai luftoi me Jezusin gjithë natën. Ky angjëlli saktësisht ishte vetë Jezusi. Ai refuzoi të linte Jezusin të shkonte derisa Jezusi e bekoi. Jezusi e bekoi dhe ja ndryshoi emrin duke qarë, pra ai e quajti jo më Jakob, por Izrael, që të me thonë nga dhimtar. Rasti tjetër kemi te Danieli. Danieli 12:1, çfarë thot? E trajton këtë çështje për kohën e fundit. Në atë kohë, pra paraardhjes adventit të shumë pritur, fundit të historisë së kësaj planeti, fundit të botës, në atë kohë do të ngrihet Mikaeli, princi i madh, që rri zgjuar mbi bijtë e popullit tënd. Dhe do të jetë një kohë me telashe, një kohë e vështirë, të tilla si nuk ka pasur kur ka ekziston një këmbë. Madje deri në atë kohë e njëjta shprehjet e Mateu 24, dhe në atë kohë populli yt do të shpëtohet kushdo që gjendet i shkruar në libër. Mesia i vajosur, Zoti Jezus, do na mbroj me siguri. Por kjo nuk do të thotë që nuk do të kemi telashe, është pjesë përbërëse e jetës. Kemi një histori tjetër, shkojmë te një personazh tjetër, i cili është në 10 e vjetër, është nga lindja, pra Jobi humbi gjithçka që kishte. Humbi fëmijët, gruan, miq, pasuri, shëndetin. Ai u akuzua nga Satani para gjykatësve qiellor. Ai ju lut Perëndis për një shpjegim të vuajtjeve të tij. Dhe Perëndia e venoi përgjigjen e tij deri në kapitullin 38. Pra, nga kapitulli 1 deri te 38, megjithatë Jakobi nuk e lëshoi dorën e Perëndis. Edhe nëse më vret, unë do t'i besoj atij. Jobi 13. Ky është besimi, ky është durimi, këtë Biblia e quajnë besim dhe të shejtor. Ja, derisa erdhen edhe këta 3 miq, të cilën thonin, nuk ka mundësi, jo, ti ke bë diçka, Zoti nuk është i patë, Zoti është i drejtë, nëse ti nuk e nuk bën ndonjë faj, ndonjë mëkat, madje jo të vogël, po të madh, se ja shije se shkat ka gjetë. Që edhe trupi ti, pra, ishte i tërë me plagë dhe
kelbi i dilte. Dhe çfarë thot? Në fund lutjet e Jobit u plotësuan dhe kauza e tij u shfaqësua. Por deri atëherë, madje miqtë e tij të afër thonin, diçka ti ki gabu diçka. Nuk t'ka gjetë kjo e zezë që ki humbur 10 fëmijë, 7 djem e 3 vajza. E ki humbur pasurin, i ki humbur të gjitha që ka qenë njeri më i pasur në lindjen e mesme në kohën e tij. Mandej, 3 të rit në furrën e zjarit. I kemi përmend më herët në këtë serial. E veja, 3 të rit që ndrojnë para bishës shëmbëtyrës e taj, sikur 3 të rit para asoj statue që i kishte bërë Nebukadnezari dhe numrit të bishës. Ashtu kisha do të qëndroj para bishës dhe ditës domkës së saj që është vërtet dita e diele. Pra, a do t'i përkulemi Zotit, të marrim vullin e tij, krijuesit, apo domken adhuruesit e diellit. Kundështari është anmiku, vonesa dhe koha e telasheve, vështësive, ata duhet të kalonin në përmundim. Perëndia nuk i çliroi ata para se të kalonin në përfurr. Pra, asnjë provim në shkollë nuk jepet pa mundim. Madje sa është provimi më i rëndësishëm, ka mundim më tepër. Gjykatësi është Jezusi që i çliron ata, besimi i tyre janë të gatshëm të shkojnë edhe në vdekje për Jezusin. Kjo është këta Bibla e quan besim, kur besimtarët janë të gatshëm ta japin jetën nëse ka nevojë. Shembuj të dhjatës së re. Lutja këmbgulse ilustrohet edhe nga historia e gruas nga Kananai, që ju lut Jezusit të shëronte vajzën e saj. Ju kujtohet, ajo pra e kishte vajzën e sëmut dhe pavarësisht faktit që Jezusi vazhdonte ta inkurajonte, ajo duke e injoruar dhe duke i dëgjuar dëshepujt, duke e qortuar dhe duke thënë se ishte dërguar vetëm te delet e humbura të Izraelit. Ju kujtohet se çfarë ka thënë gruaja. Ajo thot, madje edhe qenë hajnë nga ajo se çfarë bjen nga sofra e Zotit të tij. Mëse duket se quante qenë, ajo vazhdoi të vinte me guxim. Jezusi e shpërbleu duke i shëruar vajzën dhe duke i thënë, o grua, i madh është besimi yt, te Mateu 15:28. Jezusi nuk ishte asgjë në tokë ku të mbështete. Ju e dini që biri njeriut nuk ka asku kokën. Thot që velprat e kanë zogji strofullën, velprat e kanë shpellën ku jetojnë, por biri njeriut nuk ka asku kokën ta e vendos. Dishepujt e tij e braktisën atë, Mateu 26:56, ai as nuk ishte rroba në shpinë. Mateu 27:35. Të gjithë elemente e kësaj shëmbëltyre janë të pranishëm në mundimet e Jezusit në kopsht dhe në kryq. Kundështari që e të ndoi Jezusin ishte vetë Satanai, si thot Luka 22:53. Ai lut atit të tij që t'ia hiqte kupe nëse ishte mundur, si që te Mateu 26:39-44, megjithatë, përgjigja nuk dukej se vinte, ishte vonuar. Jezusi u ndjej braktisur nga ati i tij, dhe këto ishin momente më të vështira në jetën e Jezusit. Por, ja, happy end, kështu do t'jetë edhe me besimtarët e Jezusit. Por në mëngjezin e lavdishëm të ringjalljes, ai u shfaqsua dhe u shtrit errësirës ikën. Pra, Jezusi u ringjall, edhe që pak momente para kësaj vuajti shumë, u ndjej braktisur. Hebrejve 5:7 thot,
përshkruan besimin këmbgullës të Jezusin, i cili në ditët e mishit ti, kur ishte ofruar lutje dhe përgjërime me britma të forta dhe lot, ati që ishte në gjendje të shpëtonte nga vdekja dhe u dëgjua për shkak të frigës së tij hynore. Pse u vonua me Jezusin? Pse vonon drejtësia? Hebrejve 5:8. Edhe pse ishte birë, mësoj bindjen nga gjërat që vuajti. Kurse Jobi 23:10 thot, kur ai, Zoti, të më ketë sprovuar, unë do t'i dalë si ari. Ju e dini që ari që të nuk gjendet asku në natyrë, ai duhet të kaloj temperatura shumë të larta, ekstreme, që të gjitha ato pjesë që nuk janë ari të shkrihen dhe të heqen e të del ari pastër. Madje familja ime ka traditë të gjatë argjentarie dhe këtë e njoh shumë mirë dhe e di se si shkon procesi. Isaia 48:10 thot, ja, unë do të kam rafiniruar, por jo si argjendi, të kam sprovuar në furrën e piklimit. Pa piklim dhe pa djerës e vuajtje nuk mund të fitohet asgjë. E para Pjetrit 5:6-8 thot, prandaj përulluni nën dorën e fuqishme të Perëndis, që ai t'ju lartësoj në kohën e duhur, duke i hedhur të gjithë kujdesin tuaj atij, sepse ai kujdeset për ju. Jeni të matur, rini zgjuar, sepse kundërshtari juaj, djalli, ende si një luan që vërbëllon duke e kërkuar se cilin mund ta përpi. Armiku nuk bën punë tjetër përveç kësaj. E kemi në gjuhën shqipe, fatmirësisht mësime ndryshe nga Jezusi, nga zonja Ellen White, vëllimi parë, e lexojmë citatin i cili thot: Zoti lejon sprovat që ne të pastrohemi nga gjërat toksore. Ua, shumë e bukur. Kjo është arsyeja pse Zoti lejon sprovat. Nga egoizmi, nga tiparet e ashpra dhe jo të Krishtit të karakterit të tij. Ai lejon që ujërat e thella të piklimit të kalojnë mbi shpirtat tonë në mënyrë që ne të njohim atë dhe Jezu Krishtin që ai ka dërguar, në mënyrë që ne të kemi dëshirë të thellë në zemër për të pastruar nga dotja dhe të dalim të sprovuar më të pastër. Vazhdon citati nga ky libër, Mësime ndryshe nga Jezusi, në faqen 175, pra të dalim më të pastër, më të shenjtë, më të lumtur. Kjo është qëllimi i vuajtjeve, sepse ato pas shiu del dielli na ngroh dhe na bën të lumtur. Pse? Ato ato çka janë të egoizmi, krenalia, lakmia që të shkrihen brenda nesh. Shpesh hym në furrën e sprovës me shpirtat tanë të rrësuar nga egoizmi. Por nëse jemi të duruar, do të dalim duke reflektuar karakterin hynor. Mësime ndryshe nga Jezusi, faqe 175. Pra, e veja për cilën folem është kisha cilën Zoti e don. Edhe që është e paraqitur me dvej, se duket që nuk ka asnjë mbështetje nga asnjë njeri. Pyetja pa përgjigje merr përgjigje. Luka 18:8. Megjithatë, kur të vi biri i njeriut, ato të gjej vërtet besim mbi tokë. Do të gjej. Amen. Kështu është durimi i shejtorëve. Këtu është durimi i shejtorëve. Këto janë ata që zbatojnë urdhërimet e Perëndis dhe besimin e Jezusit. Kjo pyetje merr përgjigje në Zbulesën 13:10 dhe 14:12. Këtu është durimi më mirë, këmbgulja
e shejtorëve, këtu janë ata që zbatojnë urdhërimet e Perëndisë dhe besimin e Jezusit. Jezusi së shpejti do të na përshëndet me mirëseardhje të gjithë ata të i dëruar, i shpëtuar, që asgjë dhe askënd nuk e kanë pas në jetën e tyre më të rëndësishme se Jezusin, duke na dhënë fustanat të bardhë dhe kurorën e arit. Së shpejti Jezusi po vjen, andaj ju lutem, merrini shumë seriozisht këto fjalë dhe këto ligjërime sepse janë e ardhmja e afërt. Zoti ju bekoft. Amen.